Të nderuar teleshikues, jemi rikthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni. Besoj një pjesë e rëndësishme ku ne do t'ju sillim një rast nga një kandidat për deputet, si do ta pyesim gjërë gjatë pse ai shkon dhe kandidon për të bërë deputet. Pse? Është një kandidat për deputet në qarkun e Vlorës, duke qenë se është një biznesmen i njohur. Vasil Llajo është emri i tij. Edhe pse Vasil ishte njeri i kamur, dhe unë nuk dhe me shkuptoj unë dhe i ditur, pse kërkon të bëhet deputet? Një njeri i kamur në punët e veta të gjithë. Goxha vite mbi supe të gjitha. Pse në këtë vend ka njerëz, domethënë, kanë ambicjet e tyre që të shkojnë të vrapojnë edhe për të qenë në politikë. Në rastin konkret, po themi deputet. Pse i lipset Vasil Llajos kjo detyrë? Çfarë mendon ai se mund t'i sjellë politikës shqiptare? Apo vjen thjesht për, ndoshta është i mengjërt, i majtës, si themi, dhe vjen për nevojat e partisë. Tani ai, unë e kam thënë që na sqaroj të gjitha. Në studio me mua për të na ndihmuar për këtë pjesë është gazetari i njohur Andi Tela. Faleminderit Tela. Llajo, biznesmen, mjek, kandidat për deputet, thamë i Partisë Socialiste. Zoti Llajo, faleminderit shumë që do të ndihmosh në këtë pjesë që ne të hedhim dritë. Edhe pse përpiqemi të hedhim dritë, zoti Llajo, ne përgjithsisht edhe nuk është se i ndriçojmë shumë gjërat, në vendin ku jetojmë. Shumë është pa dritë, se sa ka shumë dritë hije, po më shumë ka hije, se sa dritë gjërat në vendin tonë. Atëherë, le të ndjekemi sinkron si fillim, ku Llajo në Sarandë, është kandidat për qarkun e Vlorës, po në Sarandë, sepse ai ishte minoritar, dhe duket të kërkon të grij votat e minoritarëve aty, të minoritarëve, dhe aty është në atë zonë, në atë pjesë të qarkut. Me njëherë sinkronin dhe vijojmë më tej. Do të bas me këndo nga kandidatët që në këtë shesh unë jo mbi 90% tuaj bile dhe me emra. Dhe unë jam këtu për ju dhe nesër me ju. Dhe unë do t'jem patjetër zëri juaj, sepse unë kam zgjidhur problemin e të qenit qytetari i Sarandës. Unë nuk them çfarë do të bëj nesër për qytetin. Unë them, kam bërë për qytetin, jam për qytetin dhe t'jeni të sigurt që do bëj prapë nesër për qytetin. Unë nuk jam politikan i karrierës. Unë i hyra të veçantës të bëhem një politikan vetëm e vetëm se mendova që në këtë moment dikur do të mendoj për qytetin. Në vitin 1987, kur të gjithë këta i kthyen Sarandës kurizin, unë isha këtu në prill të vitit 1987 këtu në qytetin e Sarandës dhe kam dalë me ato pak faktorë që ishin për të parë se si mund të mbrojë ky qytet nga vandalizmi. Pra ky unë jam djali i Sarandës. Unë jam këtu me ju sot dhe për ju nesër. Doktori Vasil Llajo, faleminderit. Pra, ky që sinkronik që ne kishim përgatitur, Vasil Llajo është mjek, është në Sarandë, do të kandidoj për Partinë Socialiste. Zoti Llajo, ju vini nga bota e mjekësisë dhe biznesit, bashkë. Parimisht se ju gjeta. Faleminderit, falje të kërkoj unë tani që nuk të thashit na e thoshe këtë mirë se ju gjeta, se të gjithë na e thonë me thënë drejtën, po mirë e theti këtë mirë se ju gjeta. Tani ju vini nga bota e mjekësisë dhe biznesit. Pse keni hyrë ju tani në politikë dhe pse me Partinë Socialiste? Në të filloj? Dashur Ylli? Me njërë. Atëhere, s'pari nuk jam i kamur. Kamur jeti tani, se ti ke dhe nërmërë. S'pari kamja quhet kur ke vetëm vlera monetare. Unë nuk kam vlera monetare personale, jam në gjendje të jap gjitha numrat e llogarisë bankare,
Ti kontrolloni ju dhe kontrollojmë. shokët tuaj dhe të shikoni që unë llogari bankare personale nuk kam, por jam i kamur në dije, jam i kamur në biznes, jam shumë krenar që unë mund të bëj kaq shumë në mjekësinë shqiptare me këto pasuritë që zotroj, sa që ndoshta më bën edhe paksa të veçantin në gjithë këtë situatë. Tani, dikur kam pasi sfidë me veten time në vitin 1995 dhe kjo është një sfidë e cila mund të shpjegoj dhe sfidën e sotme. Në vitin 1995 unë punoja në Kat, në Greqi, si mjek anestezist reanimator. Isha mjaft mirë e rregulluar me familjen time dhe me veten time, për arsye se të qenit mjek pasi kisha mbrojtur diplomën në Greqi, dhe ishte një luks ose një rehatie ime personale. Por duke pasur brenda vetes time sfida, duke pas atë që unë gjithmonë kërkoja diçka më shumë, vendosa që një ditë të mendoj që çfarë duhet bërë në Shqipëri, kur në Kat vinin të gjithë traumat dhe politrauma dhe të nështrohesh që një ekzaminimi skanerik real time, atë që themi ne just në momentin që paraqiten pacienti dhe shikoja që i nështroi këtij ekzaminimi skanerik dhe i jepi trajtimi adekuat kirurgjikal ose terapeutik. Në një kohë që në 1995 ky ekzaminim nuk ekzistonte dhe meqenëse unë kisha punuar në klinikën e neurokirurgjisë për shumë vite dhe dija se kush ishte praktika e vënës së diagnozës, që nuk ishte gjë tjetër, një praktikë e vendosjes së diagnozës mbi shenjat klinike dhe shumë mbi një radiologji konvencionale. Aty mua më lindi ideja që duhet të bëja diçka për këtë vend dhe realisht unë bëra atë që shumë pak e kam bërë. U ktheva në Shqipëri në vitin 1995, në atë kohë që Shqipëria ato problemet ju dini shumë më mirë, riktheni disa kronika dhe të shikoni çfarë ndodhte në 95, pa rrugë, pa dritë, pa ujë, i ngjisim ujin nëpër pallate me gjyma, pa ashensor, pa gjë. Dhe unë mora gruan time me 2 fëmijë dhe riktheva prapë në Tiranë. Rifillova punën në neurokirurgji, që isha si shef i anestezi reanimacionit, por instalova skanerin e parë në Shqipëri, që ishte i pari dhe në sektorin publik dhe në sektorin shtetëror. Kur vajta në Gjermani, po e përsëris disa herë, në kompaninë Siemens, atë Shqipëria në atë hartën e madhe ishte e zezë, nuk ishte lam, se gjitha shtetet që kishin instaluar skaner kishin nga një lam. Me nënshkrimin e kontratës, unë ndeza në atë hartë një lamb. Pra, unë duhet bëj një analogji që ndeza një lamb, tregova që dhe kushdo që vinte nga botë e tretë, nga Afrika, apo nga botë e përparuar nga Amerika, do shikon që dhe Shqipëria nuk ishte me një fush e zezë, por ishte një fushë e cila ishte ndryshuar dhe instalimi i skanerit nuk është instalimi një lavatriçe apo një televizori. Mendoni sa background ka kjo punë që të instalohet një skaner i cili do një ori jo vetëm teknologjike, por mbi të gjitha mjekësore. Dhe të kesh një staf mjekësor të përgatitur për skaner është ajo që i tregon Europës që niveli mjekëve tanë është të paktën i krahasueshëm me nivelin e mjekëve të Europës. Pra, unë ndeza një lam në 1995, nuk kam të drejtën morale sot, midis asaj që thoni ju, që kjo e errësirë e politikës. Pse të kthehet? Pra, në vitin 1995 unë ndeza një lam. Atëherë nuk e kam të drejtën morale unë të rindez sot një lam në gjithë të strukturë që ndoshta ju thoni e zezë, që për mua nuk është e zezë, ka shumë gjëra që janë bërë, patjetër që do të bëhen, por unë kam të drejtë që ndez llamba në çdo kohë që ma kërkon mua, sfida ime, nxitja ime dhe pse jo interesat, jo të mia personale, por interesat e vendit. Duket pak si ideale, por ja që ka akoma në këtë vend disa njerëz që mendojnë me idealizma. Dhe kjo është një atu e imja, një vlerë e imja për të cilën unë dua ta shpalos sot. Okej, jemi shumë okej. Ti për pasurinë nuk do të na thuash. Nuk kam pasurinë, nuk kam lek. Jo para kesh, mo zotri, se kesh kanë këta që vjedhin. Unë po të themë paraja është edhe këshu, mo, Po, në biznes kam. në biznes. Po, i kam. Sa shkon pasurije? A nuk e di se kam vlerësuar. Asnjëherë unë e vlerësoj si mjek dhe Ti po e kanë vlerësuar? vlerësoj si... Të kanë ardhur këta të forme si ty për shembull që të thonë Jo, nuk kam arritur. sa ke Vasil. Jo, nuk jam. Dalesh të marrësh Jam çmim. shumë i vogël. Unë mund të jem më i miri në. Për shembull kemi ne një këtu, privat. është bërë njëri. Po unë i uroj Zamiri dhe 10 të tjerë. lart shumë. Unë uroj dhe 10 të tjerë se mama jemi thot nga një njeri që ka bërë Prokopit mira do gjësh. Prokopit. Që unë uroj të ketë të tjerë këtu. Tani, dakor, edhe ju
nuk jeni biznesmeni vetëm që kandidoni për Partinë Socialiste, shumë ka, edhe për PD-n, po sidomos për Partinë Socialiste. Si ju përgjigjen ju atyre që thonë që PS për përdor biznesmenët për fuqinë e atyre financiare? E para punës mos më quani biznesmen, unë jam një mjek. Dhe duhet edhe unë shikoj veten time të kuadratuar në mjekësi, si mjek që kam që nga viti 1981 që ushtroj. Ore, ti më shumë do këto detyrat mjeku në deputetin dhe këto, dhe këtë, edhe pse i fiton parat me biznes e këtë e le anash. Ylli, ju bëni një gabim që çdo gjë e masi me fitim, se edhe ai furgjiu aty e shet bukën, po sa kohë është një që më ka ma lekët ai? Pse i ankojnë mjekësisë që po na merr mjekësia lekët? Zotri, ne ju falim jetë. Në qoftë se nuk e shikoni mjekun si një hero që punon dhe sakrifikon për të mirën dhe për shëndetin e njerëzve, ne gjithmonë fusha do t'i kemi të zeza. Fusha të zeza, thoni. Po, pse varet se me shkëndështrimi e shikon? Tani, Vasil, a keni marrë ju fonde publike nga qeveri? Nëse zgjidhen deputetë, a ka në këtë rast qoftë se keni marrë konflikt interesi? Është debat i madh, është një debat i madh që u bë edhe për vullnetësinë, është një deputet i ju lutem emra jo. Një deputet. Jo, të lutem emra ylli do të jem në një farë mënyre. Kishte marrë para ai për supermarketet? Të lutem. Po nuk po them emër, jo. Po e që emrin? Ylli, mos më bër emra. Nuk po e them emrin. Me respekti maksimal që kam. Një deputet, okay. Një deputet nuk po vë emër. Jo. Kishte marrë para publike në supermarkete këto. Ju tani merrni para publike ajo? Paraja publike miret nga populli dhe shpërndahet për popullin. Pse duhet të jetë i përjashtuar nga paraja publike një biznesmen i cili me këto para publike ndërton disa struktura, unë të paktën në strukturën e shëndetësisë, të cilat ka nevojë që atë që shteti nuk e bën ta bëj privati. Në mjekësi ka dy shina. Ka sistemi shëndetësor, shtetëror, ka dhe sistemi shëndetësor privat. Në qoftë se ne nuk i shohim këto dy shina që duhet ecin paralel dhe në fund të jetë shërbimi ndaj njeriut, shërbimi ndaj jetës dhe shëndetit të këtij njeriut, në qoftë se ne do t'i shohim si dy shërbime kontradiktore me njëra tjetrën, nuk i shërbejmë asnjëherë qëllimit të mirë që ka mjeku me betimin që ka bërë Hipokratit që unë do t'i shërbej njeriut. Këto janë kolaterale. Në atë që mua më njohin njerëzit si intermedika, si rrjet diagnostikues, 0 lekë nga shteti. Dakord? Ju jeni mjek, domethënë jeni mjek, por ndërkohë keni biznesin privat që ka lidhje me shëndetësinë. Patjetër. Pra keni këtë rrjetin e famshëm të intermedikës, të analizave mjekësore, por nuk keni vetëm këtë. Keni edhe kompani të tjera që merren me pajisje mjekësore. Patjetër. Dhe me këto kompani të tjera, ju keni hyrë në garë me biznese të ndryshme për të fituar tendera publik. Dhe në shumë raste keni fituar tenderat publik dhe keni zhvilluar biznesin me anë të këtyre tenderave. Tani, në momentin që ju do zgjidheni deputet, ju nuk do duhet më të merrni pjesë në për këto gara shtetërore, apo jo? Patjetër. Pra juve do ju heqet një pjesë e fitimit. Apo jo? Bie automatikisht. Pra ju do duhet të fitoni vetëm në rrjetin tuaj të intermedikës. Nuk mund të fitoni më nga paraja publike. Ky është rregulli në kuvend për deputet. Tani pse ju po hiqni dorë nga një shumë e majme e tenderave shtetëror në këmbim të një rroge deputeti? Pse po e bëni këtë gjë? E para fjalën. Më mirë. Ku është biznesi në këtë rast? E para nuk e dorë nga një shumë e majme. Janë ca fjalë që mua nuk më shkojnë për shtat, për arsye se biznesi im në kompanitë që kanë të bëjnë me ato që thoni ju pajisjet mjekësore, në sektorin publik zën vetëm 10%. Se janë pak, edhe 10%. 10%. Pra, 90% është në sektorin privat, 10% në sektorin shtetëror. Dhe në qoftë se unë këtë 10% të cilën do ta sakrifikoj dhe do të hyj një rrugë politike për të cilën ato që i themi ne bamirës në këtë jetë janë UFO, janë jashtëtoksor. Unë kam të drejtë të quaj vetes time që unë do të heq dorë nga ky 10% që nuk është shumë e madhe, por ju mediat na ndihmoni neve që të na vini këto fitila sepse na vëni që të jemi më të kujdesshëm edhe ne në rrugtimin ton. Sepse thjesht ku është biznesi në këtë rast, pra po lë një mundësi fitimi nga tendrat dhe po kërkon të zgjidhesh deputet dhe të bësh një jetë politike si deputet. Në 90% ku është biznesi këtu? Në 90% e po ja përsëris se ka me sektorin privat. S'ka as problem që të lë 10% nga sektori shtetëror. Dhe mbi të gjitha, kur fitojnë tenderat, nuk fitojnë gjitha tenderat
me ashto, si me thënë keq interpretime, tendra që i ka marrë, i ka marrë me të drejtën e ligjit. Ju s'keni paguar asnjëherë themi rishfet apo në një komision për këto tendra që keni Ju marrë? lutem, këto fjalë nuk i shkojnë fare për shtat, nuk ka paguar asnjëherë. Pyetja është kjo. Jo. Shumë biznesmen paguajnë përqindje për të fituar tendera. Ju thoni, pra, në mënyrë absolute jo. Pra ju po thoni që ky shtet në sistemin shëndetësor funksionon shumë mirë, nuk ka rishfete, nuk marr përsipër, nuk ka përqindje për të fituar tendera. Unë nuk ju a thash në fillim. Nuk përfaqësoj askënd këtu përveç se veten time. Patjetër. Dhe sistemi shëndetësor shtetëror i cili për mua funksionon se është ai që mban gjallë sistemi shëndetësor në Shqipëri. Dhe ne si sektora privat jemi kolateral të tij që plotësojmë gjithë shërbimin e madh shëndetësor në mjeksi, ashtu siç ndodh në gjithë vendet e botës që ka sektori shtetëror dhe ka dhe sektorin privat. Paguhet këtu për të fituar tendera, paguhen rishfete, paguhen përqindje. Nuk është pjesë e imja. Si ju nuk dini asgjë fare çfarë ndodh në këtë? Unë nuk di se çfarë ndodh me të tjerët, sepse nëse do të ishin këto gjërat ka një. Pra ju s'keni pas asnjëherë kontestim kur keni marrë pjesë në tendera, keni humbur për arsye që lidhen me aftësinë. Pse e kam humbur për disa gjëra, apo se çdodhin jashtë skemës dhe në mënyrë kolaterale nuk më interesojnë dhe nuk jam u pjesë. Ka institucione të tjera të cilat janë përgjegjëse për të parë se çka ndodh. Zoti Llajo. Okej, ma përgjigjet janë më jashtë klisheve që kanë këta politikë. Se ti tani duke mos qenë politikan, duke mos u bërë akoma, mund bëhesh pas nesër, pas dasë 11, po ti flet në mënyrë më të hapur dhe më të drejtë, se këta kur na vinë këtu ne. Pyetje bëjmë ne, përgjigje tjetër japin ata. I ke komplet përgjigje tjera. Po ti do mësohesh me këtë, pas 2-3 vjetësh do vish dhe do japësh përgjigje tjera. Jo. Lere për pas 3 vjetës. Ju them që unë jam këtu që të rri kështu drejt. Drejt. Sistemin e i ka Jo, tani jenë në regull ti mo. As ke vjetur, as ke, jenë në regull. Por nesër pas nesër, nuk them që do vjedhesh. Por nesër pas nesër, je i detyruar të bërë si politikan që... Ora, i ke parë, i tani që do të bësh, ka 2 probleme. Do të bësh deputetan e ti, dakord? Po deputetan e Vasil si do bësh ti, i ke parë që mblidhen aty. Njerëz që s'kan ku të venë në punë. Po këthejmë që janë budalejnë, ja? Se është gabim të thua që janë budalejnë në tjela, por aty vjen njerëz që s'kan ku të venë. Po bimë dikur dhe ne kemi nisur nga majmuni, ka qenë homo erectus, pasaj u bë homo sapiens, edhe u bë homo sapiens. Pra, do ketë një evolim, evolucioni, është tu prezent për ditë. Le ky parlament e ka nisur jo me këto, me ato prismëritë e nevojshme, është përmirësuar. Nga majmuni thua ti jemi dhe kalojmë në... Jo, të lutem, mund të thash. Mund të thash kemi që homo erectus, homo sapiens, homo sapiensus, edhe me radhë. Pra, këto fazat, neve nuk jemi në... Tani, Vasil, edhe mua më pëlqen gazetaria provokative, se më pëlqen që edhe unë jam njeriu i sfidave, dhe kështu e kam ndërtuar jetën time. Po, ne kemi një farmisi, bash njifemi, kemi shumë kohë dhe unë kam mundësin Po, prandaj e pranoj, edhe për respektit. Të t'i bëj 2 pyetjet më të hapura dhe më... Edhe juve... Dhe nuk më përgjigjeni me klishet e zakonshme të politikanëve dhe kjo është një gjë e mirë. Tani, jo të them një gjë, fal. I ke vënë re, po këta që mblidhen aty, i ke parë këta deputetan e ti përveç mirë dakord që bëre shpjegimin që nga majmuni e këte. I ke parë ti tani që mblidhen aty. Ku? Në parlamentin tonë. Unë s'kam vajtë në një nga parlamentin, se jam antar i parlamentit akoma, kështu gjithë s'pëbira... Nuk do të përgjigjesh për te. Tani, një nga sulmet që mund të bëjnë ty, është që, ore Vasil, ti tani e 69 vjeç o zotëri. Ç'të duhet kjo punë? Si përgjigjesh ti kësaj? Po pikërisht pra. Popullata mund bëj këtë pyetje vetë ti atje. Normale, dhe unë e popullata thotë, Vasil, dhe kjo është një përgjigje që mua më pëlqen ta hap, ta çfletoj dhe ta paraqes. E para punës mosha Asi gjë mosha, e di kur vdes njeriu, kur lë punën, e di kur del në pension, kur fillojnë të ngelet pas celularëve. Pra unë s'jam, as punën e kam lënë, edhe as me celularët mirë çdo ditë, sepse problemet e punësve që i kam mbi kokë, më duhet që të jem gjithmonë alert, jem aty se shërbimi mjekësor, këtë nuk arrin të kuptojnë disa njerëz që futja në politikë është shumë më e lehtë se të marrë me biznes, dhe sidomos me biznes mjekësor, sepse dhe sidomos specialiteti im që është anestezia dhe reanimacioni që unë kam parë të vdesin në sytë e mia, mjaft njerëz dhe mbi të gjitha të rinj të cilët kanë bërë politrauma me motorët e me makina, dhe ka ardhur aty duke ndarë. Ore doli tani ai të del dropolliti ty tani, dhe thot, ore Vasil, nuk u lodhe më burr me këtë kohë, se ti shiko për shembull, shikon tani, Sali Berisha 80 vjeç, se është Trumpi, thot ai. Ai tani ta bëj Shqipërinë madhështore, thot ai.
O Ylli, po në qoftë se... Tani ty thotë, Vasil, po dhe ti nuk je i vogël, thonë Allah. Çfarë do tani? Po mi letë më provojnë dhe mua në këtë moshë jam edhe pasaj mbas 4 vjetë do ulemi bashkë dhe diskutojmë. Ose tani, në qoftë se e di pse i futa politikës në këtë moshë, se nuk kam ndërmend të lë biznesin në këtë moshë. Nga momenti që nuk lë biznesin, pse mos bëj dhe politikën? Unë slash biznesin që të bëj politikë. Vasil, ju kandidoni në Vlorë. Çfarë ka bërë PS për këtë qark? Po, do më thua çfarë e thjesht, siç më thej këto të tjerat, sa më thjesht dhe sa më qartë. Çfarë ka bërë PS për këtë qark? Dhe çfarë problematika është mbeten aty? Çfarë sheti si problematikë që duhet zgjidhur? Përveç çka bërë? Që ka bërë shumë, ka bërë. Dhe kjo është, nuk ka, është, unë dash një intervistë në një televizion, nuk dua të them emrin sepse... Unë mund të atuash. Jo. Dhe më tha që ke parë problemet i kam parë, po. Këtu mund thua që duhesh të unë. Përgjegjës je ti për do i tua. Po prandaj mundohem që unë të... Unë përgjegjës për pyetjet jam. Në rregull, shumë mirë bën. Dhe prandaj jemi këtu që të provokojmë njëri tjetrin. Dhe më pyeti që dhe më tha, po ti i pe problemet, po i pash është një rrugë që është 7 kilometra e pashtruar. Po kjo nuk është e mirë se ka kaq vite në pushtet edhe kështu Partia Socialiste duhet të kishte bërë. Dhe i them, atëre, gjithë rruga është 42 kilometra, po 35 janë bërë. Ne pse kapemi te 7-a si një dështim? Por unë nxjerr 7-ën, i tha sepse dikur një kolegu im i nderuar, profesor, shef departamenti, kur hapa laboratorin në vitin 1995, më thotë, Vaso tha që ti do ta bësh mirë punën, unë e di tha sepse njoh karakterin tënd edhe atë backgroundin tënd dhe mirë do t'i bësh. Te Vlora tani. Një sekond, te Vlora duhet zim këtu që po them. Qartë. Dhe më thotë do të them gjërat pozitive sa herë takojmë apo të them gjërat të metat apo defektet që ke në punë. Dhe unë i them sa herë do të thuash defektet unë do të qeras. Tani unë në Vlorë kam vajtë që të shkoj çfarë defektesh ka, jo në Vlorë. Në parlament, por i bie që ti jam qarkun e Vlorës. Dhe unë do të ngre ato që janë defekte për të cilat unë me forcën e fjalës time dhe i zhvesh nga interesa personale. Ke konstatuar defekte deri tani? Unë kam konstatuar defekte. Për shembull. Po të them unë që s'ka defekte? Jo, natyrisht jo. Problemi më i lehtë. Do na gënjesh po thua s'ka. Po, sigurisht që ka. Atëherë na thuaj çfarë ke konstatuar deri tani? Që duhet të rregullohen. Duhet të rregulluar së pari që shërbimi shëndetësor nuk bëhet me politika lokale. Dakord? Por shërbimi shëndetësor në sektorin publik bëhet me politika qendrore. Dhe politika qendrore i ka përcaktuar partia që ka në të cilën unë përfshihem dhe në këto kanë nxjerrë dhe defektet që janë për ato që duhet bërë. Së pari, duhet plotësuar disa ambulanca me personel të nevojshëm mjekësor, të cilat ke parë kryesisht të mjekësisë. Po të mjekësisë do shoh, se nëse do vete të shoh tani se si funksionon. Po pe ato tjetër ato të marrin të përjashtojnë nga deputet. Jo, unë shoh se unë nga momenti që jam deputet i kandidat në fali për deputet i një qarku, unë nuk mund vetë të shoh mjekësinë se duke i ditur problemet e mjekësisë, më mirë se kushdo tjetër, se në një farë mënyre, duke qenë dhe privat, mund të them që i kam provuar dhe në kurriz shumë defekte të mia apo shumë edhe defekte të mia, por edhe ato që themi që nuk e kam arritur atë sukses të nevojshëm që atë që duhet, por se kështu i binde që të hapesh atë, shikoja 2-3 probleme të shëndetësisë dhe pjesën tjetër ta kaloja në një lokal duke pirë kafe, por unë kam parë dhe ato peshkatar dhe sarandës. Zoti Lajo, mua do të më falësh të bëj një për shkak publicitetit që kemi, po jemi edhe në këtë situatë për zgjedhjet, unë duhet t'i them shikuesit tonë disa gjëra shumë të rëndësishme. Në zgjedhjet e 11 majit, me dasim 11 majit votohet vetëm me një fletë votimi që tipikisht është kjo. Jemi të qartë. Ju mund votoni në një nga mënyrat e treguara në vijim, përndryshe fleta e votimit do t'jetë e pavlefshme. Është pak e madhe, kjo Tiranës së Tela duhet jetë shumë e madhe, por nëse doni të votoni vetëm për partinë apo vetëm për koalicionin, vendosni shenjin X ose plus brenda kutisë përbri emrit partisë apo koalicionit partive që doni të votoni. Nëse doni të votoni vetëm për një nga kandidatët që është në listën parapërqyse, vendosni shenjin X ose plus brenda kutisë përbri emrit kandidatit që keni zgjedhur. Në këtë rast vota juaj llogaritet për kandidatin që keni zgjedhur njëkohësisht edhe për partinë apo koalicionin të cilit i përket ky kandidat. Kujdes, ju nuk mund të votoni për një parti apo koalicion dhe njëkohësisht për kandidatin e një partie
dhe koalicioni tjetër. Vota është krejt e pavlefshme në qoftë se ju operoni në këtë mënyrën ndryshe. Do me thënë, ju nuk mund votoni për një parti apo koalicion dhe njëkohësisht për kandidatën e një partie apo koalicioni tjetër. I kthehemi, vijojmë bisedën. Tani ju u zgjodh deputet. Konsiderojmë që u zgjodh dhe ne urojmë që të zgjidhesh, e kupton. Unë me Telën për shembull jemi shumë dakord. Po ne nuk na dëgjon njëri. Shumë mirë ishte. Tani ne na dëgjojnë këtu, flasim pak edhe kaq. Çfarë do bëni ju për qytetarët më shumë se këta që bëjnë aty? Se ky që shet mielin e këta, nuk të them emra e gjitha. Veton si e ka, i vetonin Ylli, të lutem. Faljo emra jo se ti që i kenge çuditshëm shumë. Ti s'da s'ka emra valla. Ti do të mbytin ata aty. Nuk më byt do t'jeri sepse... Jo, më nuk të mbyt, po të mbytin kështu, figurativisht po them. Po s'përdore emra gjera aty. Po në gjose do jetë nevojse Vazhdo. shilojmë Çfarë ti edhe do të them se mund të bëni për qytetarët e qarkut Vlorës? Se i këshilltar i mirë ti, se ti je dhe gazetar, je dhe investigativ, por ke dhe mençurinë tek kurajon tek mua si shok të mik të i vjetër që janë të më thua stop zotnim. Mirësh mos më gjosh shumë mua se merr vetëm qaf. Qytetari duhet një njeri që të t'i thotë gjërat ashtu si duhen për situatën. Lezeti është si puni një ekonomisti. E tela, po fiks, se mund të hash. Lezeti është të bëj fre, ai që të do ta bë. Një nga njerëzit më të rëndësishëm më thiri mua. Po. Ditët e tanishme. Edhe disa herë 4-5 herë vajta unë tele aty. I thash unë, pse më kthet mati? Po ja ta bisedojmë. Mos më thënë punojnë këshillit, thashun se e hengre mund të shkoj për keq. Po jo të takojmë gjithmonë, jo i thashun se kam dhe hallet e kështu ikin për këto, po nuk të ndihmoj dot i thash në këtë plan sepse mund të bëj keq. Pa dashur, këshilltarët janë njerëz shumë të çuditshëm. Duhen këshilltar shqiptar që këshillojnë, din të këshillojnë këtu. E kupton? Nëse do ta shikosh ti kur të zgjidhesh. Tani konkretisht për Vlorën çfarë bën ti, zotëri? Për Sarandën. Më fal, edhe për Vlorën, për gjithë qarkun. Ne jemi për gjithë qarkun. Gjithë qarkun. Shiko. Spari vemi në mënyrë ngjitse, tani sim nga Vlora, atë që dua të bëj. Kam qenë në Vrin dhe në Xar që ka ato problemet e veta dhe rrugët, ju e dini problemi kryesor është infrastruktura. Janë disa Vrina përgjithsisht minoritar sa janë aty, Vasil? Se kanë ikur minoritarët, kanë ikur në Greqi. Tani, votat e atyre do marrësh përgjithsisht se votat numri votuzve ka qenë 4020. 4020. Pastaj vinë me autobusat. Pastaj vinë, tani është edhe autobusat gjera kështu ke porositur ti që të vinë. Kam punë fare. Po porositi këta. Vasil, mos merr vetëm në qafë. Janë strukturat që mirën me. Dakord, partia le të mirë le të i bën partia ato, dakord. Unë nuk mirë me këtë punë dhe di të them që ka edhe vota që janë me zarf, të cilat do të ndikojnë në shtimin e numrit të këtyre votuesve. Infrastruktura është problemi kryesor në disa fshate, të cilat unë i kam evidentuar. Është ujë, është energji elektrike, janë ato që ngjelet problemi më i madh dhe problemi më i etik për njerëzit është certifikata e pronësisë, e cila në një farë mënyre do të vihet në rrugën e zgjidhjes, por duhet të bërë më intensive sepse njerëzit u lodhën duke pritur certifikatat dhe unë e them dhe përsëris që çështja e pronësisë duhet zgjidhur në këtë brez ekzistues që ka pronën, se pastaj do vjen në brezin e dytë dhe të tretë e nuk zgjidhet kush, do të fillojnë sherrë midis njëri tjetrit. Edhe duke pas pronën do bëhet sherrë, jo më duke mos pas më falni certifikatën do bëhet sherrë, jo më duke mos e pas. Po nëse ju do jeni në parlament, besoj do jeni të fokusuar te pjesa shëndetësisë, sa ti keni kompetencë. Patjetër, dhe kjo është normale të funksionojë parlamenti siç duhet. Diçka që duhet pyesja unë. Ju në rrjetin tuaj të intermedikës, sa lloje analizash kryeni? Si numër? Atëherë, specifike, do të thonë. Mund t'ju them që unë kryej analiza aq sa përshkruan literatura botërore. Sa është si numër? Pak a shumë. Mbi 3000. Në rrjetin shtetëror, sa analiza kryen? Rrjeti shtetëror dhe rrjeti privat. Shtetërori vetëm, po thoja. Do të thonë sa lloj analizash bëhet në për rrjetin shëndetësor publik në Shqipëri? Aty mund të bëhen edhe 400 analiza. 400. Pra mbesin 2600 pa u kryer. Apo. Por shiko, fali. Ka analiza që janë të ralla. Po pra po. Po ne ju më pyetur mua se analiza kryen. Po pra po, nëse u bën një analizë në vit i sistemi shtetëror, nuk është i detyruar të ngrejë një strukturë të tërë për të bërë një analizë në vit, sepse as Europa nuk e bën këtë. Sistemi piramidal i funksionit të laboratorieve mjekësore apo i diagnostikës mjekësore funksionon fare me në gjithë botën. Do thotë atë që se bëjun ta dërgoj diku jashtë. Pra ju po thoni, unë bëj
3.000, shteti bën 400. Jo, nuk është ashtu. Ne po themi, në qoftë se unë bëj 300, unë po them 300 në rutinën e përditshme dhe shteti bën 400. Po. Shumë mirë jemi. Tashi, te kjo pjesa tjetër që shteti nuk e bën dot. Ideja është që shteti duhet bëj sa më tepër analiza. Patjetër. Kjo është normale. Atëherë, ju do jeni në parlament. Dhe në komision parlamentar, Ministria do sjellë iniciativë për të shtuar gamën e analizave që ajo do bëj. Patjetër, normale. Po kjo në një farë mënyre ju bie ju në kurriz, pra do ketë më pak analiza në rrjetin tuaj privat, sepse shteti do të kryejë më shumë analiza. Në këtë moment, ju si do silleni? Në vitin 2008, 2009, 2010 ishte hapja e spitaleve private. Dhe në një diskutim në një tavolin, një nga kolegët thotë që tani që do hapen këto spitalet private, si Intermedica do të bjerë i puna. Unë i them jo përkundrazi, nuk do të bjerë i puna, se emancipimi mjekësor do të jetë i tillë që ata që do të vinë, do të ketë një fluks, do kërkojë një fluks më të madh analizash. Dhe nga momenti që nuk do kërkojnë, nëse sot kërkojnë 10 analiza nga rutina, sepse kaq është mundësia, kaq është ai koncepti që duhet të japim, por duke ardhur mjek të huaj apo shqiptar që kthehen, dhe gama e analizave që do të japin, do të jetë e tillë që do shlirojnë mua nga rutina dhe do të fokusojmë të bërë analizave më specifike. Pra ja që në mua nuk do bjerë i puna. Edhe kjo punë, nëse shteti do të shtojë aktivitetin e tij dhe uroj ta shtojë në maksimal dhe unë do të bëj aty është kontributim të ditë, të këshilloj, të sjell përvojat e mia që kam punuar te privati, kam punuar në shtet, kam punuar në Greqi, kam punuar në Shqipëri, kam qenë i punësuar, jam punëdhënës. Të gjitha këto mua më bëj një mozaik për të cilat unë do kontribuoj. Dhe kjo është ajo e veçanta që shumë veta në mua nuk më kuptojnë dot dhe thonë, po ti erdhe këtu të na shesësh mend, zotrinj, unë nuk shes mend ka shia skujt. Unë kam sfidën me realitetin tim dhe me atë që unë dua të bëj, sepse sfidat dhe realitetin me ka provuar në vite, qoftë me skanerin, qoftë edhe me biologji molekulare, qoftë edhe me citogenetikën, qoftë edhe me Covidin, qoftë edhe me sot, unë kam një qendër ekselence të grave në të cilat për kancerin e gjirit është një... Kemi këtu, i ti shkon atë dhe takon njerëzit në teren. Çfarë ju kërkojnë edhe ju? Çfarë kërkojnë nga mua? Asnjë gjë, unë s'kam bërë asnjë negocime askënd. Mua më ka thënë... Jo, çfarë kërkojnë që të rregullohet jeta e tyre, jo të kërkojnë gjëra. Jo të kërkojnë para, jo të kërkojnë... Çfarë kërkojnë ata të bëj Vasil Llajua si deputet në favor të tyre? Te po them. Shumë drejt është që të bëhet, qa do bëj Vasil Llajua si deputet për të përgjithësuar shërbimin mjekësor? Ata çfarë kërkojnë? Kush? Banorët i takon, dhe thonë, Vasil, ne duam këtë nga qeveria, dhe nga ty, duam këtë, çfarë ju kërkojnë ata? Se kjo është e rëndësishme, apo si kërkojnë gjë? Dhe banorë, jemi dhe pak banorë delen e... Një sekundë. Votojnë për partinë aty e gjitha dhe kaq. Njerëzit kërkojnë dhe njerëzit janë bërë më kërkojnë se sa kanë bërë. Dhe qoftë se do të shkëpusim kërkesat normale, jetësore, vitale, apo të zakonshme që thamë për infrastrukturën, ujë, drita dhe gjitha këto dhe disa shërbime që janë jashtë mjekësisë, ajo që kërkohet brenda strukturave mjekësore është e para, shërbimet e urgjencës të jenë të tilla që të kenë mundësi të presin në kohën e nevojshme që është përmirësuar shërbimi i urgjencave, tash s'ka si krahasim me shërbimet e urgjencave që kanë bërë. Megjithatë, nuk është shërbimi i transportit të urgjencës. Ajo mund të rregullohet se shton 10 ambulanca, fut një sistem informativ të tillë që të bie të bë pip dhe shikon me GPS se kush ambulanca. Problemi kryesor sot zotrinj është të ketë pranimi i urgjencës të jetë i tillë që njeriu kur të vej aty mos ta ketë shtratin në korridor. Dakord? Qartë. Duke qenë se ju jeni mjek, do të bëj një pyetje Vasil, po është me pak spes pyetja, se ti mund të thuash tani për qenë brenda, mund të thuash po, sistemi është shumë i mirë. Çfarë i mungon sistemi shëndetësor në Shqipëri? Është një pyetje kaq çfarë i mungon sistemit? Po gjithmonë na mungon diçka në shtëpi, gjithmonë na mungon diçka në jetën e përditshme. Patjetër që do mungojë edhe në mjekësi. Unë them që mungon shumë. Po gjithmonë do mungojmë se është vetë zhvillimi i jetës bëhet mbi bazën e nevojave dhe kërkesave të cilat nuk janë plotësuar. Ja po them unë një gjë, që është më e rëndësishme. Hemorragjia e mjekëve nga Shqipëria është më shumë më e madhe se për profesionet të tjera. Si zgjidhet kjo? Çfarë politika është mund ndërmarrë qeveria? Çfarë mendoni ju që mund ndërmarrë qeveria që të zgjidhet ky problem? Të gjithë po ikin, sidomos mjekët. E pare punës që rrjedhja e trurit... Se dhe ty, Vasil, po të mos kishe esur mirë,
kishe mundësi t'ja mbathje në Greqi. Po unë jam batha nëse dyshim e Jam bath. unë jam Ja, me pas ty ke sot bathën. këtu. Në Po fillim jam kam unë jam me bathën. ty sot këtu më burr. Ne mo ja pas Po ke unë ja u bathën. ktheva. Le ta Po. bëjë të tjerë dhe të kthehen. Pra ka shumë arsye të cilat dhe ikin dhe kthehen. Unë e kam thënë që ka fluks, që ikin ka dhe refluks i kthehen. Në këto momente ka një stagnacion, pra mjekët çka kishin për të ikur ikën, nuk ikin më për arsye se ka ndryshuar shumë gjëra. Futja në mënyrë të fuqishme dhe e sektorit privat në plotësimin e të gjithë kuadrit të shërbyes ndaj pacientit ka bërë që mjekët tash që shkojnë ose kanë ikur të mendojnë që ose do të rinë këtu ata që mbarojnë ose të kthehen, të rikthehen ata që kanë ikur për arsye se ne sot po ta përsërisim, se doja dile aty, që unë kam sot një qendër ekselencë të gjirit. Po Vasil se ata kthehen se ti je reatore. Edhe punon. Si jam reat, si jam reat. Po jo, po se punon. Dhe biznesi fiton. nuk të lëtë Që ata do vinë të rrajnë ty pastaj, nëse vinë këtu. Kur i thëre ti. Ylli dashur, po t'isha rehatur, nuk të t'isha këtu. Po ti po i thret, hajde ikni, hajde një këtu, po si kur po vinë ta ata ja, këtu. Vetëm diçka ta pyes. Po. Se ju thatë që 96-ën keni ardhur këtu me skanerin e parë. 95. 95. S'kishte skaner tjetër. Jo. Tani keni një qendër ekselencë për kancerin e gjirit. Po. Okej. Tash ne jemi në vitin 2025. Po. Është të duket normale që shteti shqiptar, mjekësia shqiptare publike, nuk ka një aparat PET skaneri që për publikun është skaneri më i mirë, i detajuar milimetrik për të përcaktuar diagnozat që lidhen me kancerin. Nuk kanë rrjetin publik shqiptar PET skaner. Ka të neurologjia, të spitali numër 5. Jo, nuk ka. Ta verifikoj. Nuk të... Nuk ka. Po mos i thuaj gjëra shumë. Ka mungesa e një kontrasti nuk do të thosë se nuk ka. Jo kontrasti është preparat, unë po them aparatur nuk ka. Pra nuk ka një PET scan në rrjetin publik, nëse do duhet. Ja po ta shkruaj dashur të. Po, ata shkruaj se unë të gjitha që i shkruaj nuk më dalin. Unë do loboj. Pra, domethënë, një njeri që e njeh mjekësinë duhet të di cilat janë problemet e rrjetit publik, sepse edhe këtu ndoshta juve nuk ju intereson që rrjetin publik të ketë një PET scanner, sepse njerëzit do duhet vinë në klinikat e tua. Nuk është absolutisht kështu, sepse në qoftë se dhe këtu është them për Akilit, shërbimet të ISKSH-ja duhet futet në lojë. Po, ISKSH, po pse s'ka ndodhur kjo gjë për 12 vite që Partia Socialiste është pushtet? Luksin e madh ju them që unë nga sot e këtu të kandidoj, merrni ata që kanë qenë dhe pyetini. Unë di që ISKSH-ja duhet futur në lojë, dhe nga momenti që futet ISKSH-ja në lojë... Vasilit zgjidhe problemet jo, sepse ISKSH-ja mund të kompensoj edhe procese që zoti Lloja mund t'i vazhdojnë klinikat i private. Po ju them një gjë. Unë kam 300 diagnostikues në Greqi. Nuk më shtruar në një pyetja në tavolinë, tani që shteti punon, do paksohet puna jote, apo nga momenti si e konkuron ti. Një qytetar, nga momenti që merr një recetë elektronike, me një barkod, ka të drejtën të ekzaminohet ku të doj, në sektorin privat, apo në sektorin. Kjo është sfida ime. Kjo është sfida ime. Kjo është sfida ime. Tani është lyer me boj shkallët, apo janë lyer, apo është thyer. Zoti Llajo. Pra kjo ka ndodhur këto 12 vite. Kjo duhet ndryshoj. Shiko. Problemi është që mbulimi shtetëror nëpër spitale ka qenë totalisht 100%. Ka disa shërbime, si koronarografia, si ndërhyrje të këto bypasset të cilat ka një kontribut shteti. Ka shumë të tjera që janë pa kontribut fare. Te kjo pjesë do fokusojmë. Edhe një pyetje tjetër, specifike, për listën e barnave. Lista e barnave është më problematike. Pra ka 12 vite që ka ndryshuar ligje për barnat, dhe për ata që janë në moshë dhe kanë barna për sëmundje kronike, do duhet që të marrin sipas listës përcaktuar nga Ministria dhe Fondi Shëndetësor preparatet e tyre, ilaçet e tyre. Deri më parë ne kemi pasur një ligj i cili detyronte të gjithë personat që merreshin me biznesin e ilaçeve të sillnin në Shqipëri ilaçe të cilat ishin ilaçe të njohura nga 2 vende të BE-s minimumi. Tani kjo është hequr dhe ne na vin ilaçe nga çdo vend i botës. Dakor? Dhe të gjithë njerëzit me moshë, pensionistët mbi të gjitha, ankohen për cilësinë e këtyre ilaçeve. Unë doktor as një ilaç s'marr. Edhe mjekët bë gabim ylli, po s'fut pas. Po ti. Sfatizëm. Po ti. Ylli po fundi edhe mjekët i pi ilaçet që shiten këto. Si spi ilaçe ku i marrën të se çam u foja. I merr Greqi, ti merr Greqi, jo s'ke nevojë të marrësh këto. I kam afër Greqi. Por edhe mjekët konsultojnë pacientët që kujdes, jo këtë ilaçin që është i pari i listës, por shikoni këtë të tretin apo kërkoni diku jashtë. Nuk po unë s'po i bëj bardhësi, por lë zonën gri, që ka ilaçe për të cilat duhet parë gjithmonë nga vinë dhe si vinë, dhe këto aty duhet futur më mirë në lojë laboratori i kontrollit të barnave. Për shembull, kur doktor Berisha thot në fushat tani që unë nëse do vim pushtet,
nuk do bëjë gjë tjetër, vetë se do marrë listën e barnave që ka Italia për popullsinë e saj dhe do ta sjellë në Shqipëri. Pra me këtë listë barnash mund kurohen dhe pacientët shqiptarë. Ju jeni dakord me këtë gjë? Unë e ka thënë përpara se ta thotë çdo politikan tjetër që unë jam në gjendje. Me thonë që sikur nga Po zjemi. Jo nga rejo sikur do kandidoj për ministër këtu. Po jo, ai do të jetë rëndësishëm, Ylli, të tjerët. Fal, shiko. I duan doktor këto. Qartë. Këni parasysh gjë. Kalojmë tek Jo, ta marrë, të lutem. Mbaroj. Unë shumë probleme i kam ngritur përpara se të vendosja të hyja rrugës për të kandidatit, i kam ngritur si një qytetar që më dhëm ky vend. I kam gjetur si një qytetar që unë i di problemet dhe si një qytetar që di të ballafaqoj problemet që ka Shqipëria me komunitetin evropian apo arritjet që ka Shqipëria me atë që ka komuniteti evropian dhe mbi të gjitha këtë që ka bërë kaq. Sa duhet shkoj që të themi që është e pranueshme? Listën e barnave, listën e për të bërë atë që themi një ristrukturim të listës, pranimin e barnave më të mira dhe kontrollin e barnave nga është një problem që unë e kam gjetur sot. Zoti Llaja, cili është raporti juaj me Edi Ramën? Ç'mendoni për të tani? Mendoni si shumë njerëz që thonë që ky është lideri më i madh në botë që kemi, një nga liderët e mëdhenj që ka bota e gjithsesi. Për shembull, po të pyesësh këtu. Lideri më i madh është Zoti dhe nëna ime. Dakord? Qartë. Po për Zotin Edi Rama ç'mendon? Ja. Populli do votoj dhe do të nxjerrë. Po, unë jam shumë krenar që jam në fotografi me Edi Ramën, por nuk po themi që se e gabim ai të kryetari i partisë tani lideri. Shumë e respektueshëm. Po ti po të mos kesh atë marrëdhënie, s'ke si thjesht një Patjetër që nga momenti që i futesh në rrugë politike dhe ju dini pika 1 është doneni të një partie thotë, së pari duhet jesh dakord me programin. Ndryshe, ky je formalist shumë i madh dhe ti nuk do ka po zgjodhe ti nuk do ka bësh kurrë. Çfarë do bëj? Po nuk do ka bësh. Po zgjodhe sepse që nge formalist. Formën e zbaton. Ylli dashur, shiko tani. Ylli dashur. Unë po e përsëris, nuk jam militant partijak dhe po a them me shumë përgjegjësi. Dhe kjo më jetë... Atere, me që ti ma thonë me shumë përgjegjësi, këtë unë kam një pyetje. Me konkrete. Nëse një ditë kryeministri Rama, apo partia, ju kërkon të votoni diçka që shkon kundër bindjeve tuaja. Që do të bëni ju? Nuk do ndroj partin për bindjet dhe jo bindjet për partin. Si do ndrosh partin? Do ndroj partin për bindjet dhe jo bindjet për partin. Nuk i ndroj bindjet e mia. Do është komandantin të liderin aty? Nuk i ndroj bindjet, jesh i sigurt. Ke 4 vjet në kontroll. Ylli dashur, ke 4 vjet në kontroll. Në qoftë se detyrimet do të jenë të tilla që unë duhet të ndroj bindjet e mia, se unë nuk i futa politikës, as të bëj karrierë, as të strehoj disa gjëra që mund të jenë bërë më përpara, unë i futa politikës fare pasër për të bërë atë që u thash qytetarëve të mi, të ofroj, të bëj një ofertë pranë qytetarëve të mi, duke menduar që zëri im mund të dëgjohet më shumë se të tjerët. Pse? Se nga momenti që unë do të ngrehem zërin kudo që të jetë, në parlament, sektorin në pushtetin lokal apo pushtetin qendror, unë jam i sigurt të dëgjohet pak më mirë nga tjerë se e di që Llajo nuk kërkon për vete. Zoti Llajo kërkon për ju. PS është një parti e majtë, por në fakt më shumë është kujdesur për të pasurit dhe këta që ne i quajmë oligark. Se sa për njerëzit. Ju si mendoni? E para një termin oligark, unë nuk e në sektor... Nuk e pranon. Nuk e pranoj, unë di që... Megjithëse ka lindur në Greqi. Megjithëse, po. Në kohën dhe antikitetit. 400 vjet para Krishtit. 500 vjet, po. E pare punës unë, në mjekësi unë nuk shoh oligark. Nga ky moment që nuk shoh oligark me mjekësi, duke nisur nga vetja imi që unë jam oligark, nuk di dhe si të karakterizoj të tjerët. Ju vetë nuk jeni oligark dhe ne e dim mirë. Nuk jeni oligark. Por tani ti këtë detyrë që kërkon, zoti Llajo, do flasësh dhe për oligarkët. Se po s'fole, pastaj hajde të zgjedhim... Unë do të flas për oligarkët që shkeli ligjin. Në qoftë se fjala oligark tingëllon keq, do përpiqem... Por e si mendon ti tani 10 veta që marrin pjesë ndërmuese të pasurisë publike të vendit, të pasurisë vendit të ne të gjitha, dhe bëjnë çfarë do qefi, nuk janë oligark këta? Ylli, ajo që i bani dhe i bëjnë si mësit do qefi, është paksa relative. Atë e bëni diskutimi me ca jurist këtu, me mua si mjekësi, do ne të bëjmë për mjekësin? Jo, vetëm për mjekësi, se unë s'kam thirrë si doktor ty vetëm. I do bësh deputet do bëjmë deputet, po kur të shikoj ligjin i cili nuk shkon, dhe është ajo që themi që nuk shkon me bindjet e mia, ose nuk do ta votoj, ose në qoftë se është i tillë presion do ta dorëzoj atë kartën i dashur Ylli, dhe do të vazhdoj bizneset e mia mjekësore. Sa do të duket çudi,
Ky është besoj se karakteristikë që unë e dorëzoj. Jo, dhe e di tani që ti e bën këtë gjë. Unë e bëj, pse mos ta bëj? Unë e bën dhe mirë bën. Kam takuar më përpara. Unë këtu në biznes kam. Mos siç e bëj unë, se unë iki për shkak. Po e di më bashkë. Televizionet iki. Ylli. Iki sepse Ti e di shumë mirë që unë bashkë përpara se të bëhesha politikan kemi diskutuar shumë çështje për mjekësinë. Dhe pse i kemi diskutuar bashkë? Sepse mua më dhëmë disa probleme. Dhe i kam ngritur. Pra, nuk kam pritur unë ditën e sotme të bëj kandidat që t'i ngre, por po e përsëris, është një mundësi më e mirë të ngre disa probleme. Tani, zoti Llajo, ty të ka thirrur Partia Socialiste për të kandiduar. Po. Po sikur të kishte thirrur Sali Berisha, do paraqitesh? E pare punës me profesor Sali Berisha. Jo, do të pyes më veçanërisht pse, por a do pranoje? Po të thoshte Partia Demokratike, zoti Llajo, ti do të vish të kandidosh për Partinë Demokratike të Shqipërisë. Ti si do përgjigjesh? Unë, atëre, në këtë moment duke parë që është një parti socialiste e cila vizioni saj kryesor dhe objektivi kryesor i saj është futi Shqipërinë në komunitetin evropian, kjo ishte pasaporta që unë vendosa të zgjedh. Shumë shkurt. Që nge bërë dhe i gojës mirë kështu, pa u bërë deputet, që nge bërë mirë, domethënë, nuk që nge keq. Se unë mendova që tani Vasili nuk e di mirë këto gjëra, se këta janë bërë marifet gjinjore. Të gjithë këta që kemi në politikë, ata po t'i marrësh edhe roje ti, nuk bëjnë as për roje. Deputetët që kemi, se kanë nga 30 vjetë, vetëm, jo më tha njërë mua i shketi, dashej, njëri i mirë shumë. Kur të vetëm unë tani, po nuk u bëra, po nuk u zgjede. Se aji aty kam qënë të rjetën, unë kam arruar dhe të punojta. Përsa ti je në regull, tani pritë se kam pjede tjetër unë, se jemi këtu. Do t'i ikish nga doktori? Një më një sekund. Tani këtë doktor Berishin e ke njohur ti? E kam njohur. Shmendim ke për këte? Absolut. Shumë i mirë. Talesha? Po. Do themi diçka. Duke sikur nuk është mirë 80 vjeç më Jo, shumë mirë është njeriu. Jo, mirë domethënë. Ai shërben një qëllim politik, por si mjek, si njeri, shumë i mirë është. Mjek si njeri, doktori shumë i mirë. Unë e kam respekt maksimal. Se si politikan, është e drejtë tjetër. Ose bashkë me këta tjerë të kam. Shiko, politikën do ta gjykojmë bashkë në 11 maj. Ylli. Minut. Ylli, s'ka për fushat. Ore mos e ka hequr zvarr Shqipërinë në këto vite. Ai dhe këta tjerët. Ylli. 35 vjetë e kanë marrë Shqipërinë e ka i zvarë, o Vasil? Ylli, historinë... Se si politikan dakord, si mjek doktor Berisha ka qenë i shkëlqyer, më. Unë po të them, ore që ka bërë këtu, dhe vazhdojnë, 80 vjetë, unë do jem. Ylli, të them një moment edhe të shmang këtë përgjigjen direkte. Tani si mjek ti si ka gjithë të fuqi kë. Atere, pra, më lërë të mbaroj. Mbaroj, pra, po të thua gjë. Tani, në qershor të vitin 1990, Doktor Berisha i thot profesor Tritan Sheut, që ishte shefi anestezire animacionit, që është miku im, që më duhet një anestezist i mirë, thot, se do bëj temën e doktoraturës për të bërë dilatacionin e stenozës mitrale të delet. Dhe tani cakton mua si anestezist, pra, doktor Berishës, dhe kemi dhe vajtëm bashkë. Ti bëj një anestezin, ki punuar bashkë, sa vjetë? Ndaj nuk thua fjallë ti për doktorin. Po pse... Jo, nuk thua, jo, ti... Shiko. Sa vjetë punove me te? Po, për dalë të marrë historinë. Nuk të thoshtë në njerë, Vasil! Por, më kapte nga mesi. Kapte nga mesi. Po, atere, digjo, Ylli. Po ti mund të kështë shkuar dhe me pëdën, do më thënë. Digjo, Ylli, shiko, po ta përsëris edhe njeriu ka ca bindje në jetë, të cila... Bindje, në qofë se do të bëhemi tani... Jo, ke shumë drejtë. Unë nuk e ndroj fletën sa herë dalin... Unë kam të drejtë të provokoj tani ty. Shumë i bën, dhe unë i pres provokimin dhe prandaj jam me ty se... Sepse në qofë se nuk provokoj, s'ka emision. I shko mo, ka emision, sa emision e ka këtu. Dhe unë prandaj jam këtu. Zoti Vasil, ti... Ylli dashur, dhe unë prandaj jam këtu. Dhe po të them që në vitin 1990 kishim dispozicion 40 dele, dhe duhet të bëheshin 200 ndërhyrje intervencionuese me kateterizimet që të quaj doktoratura, se atere kandidati shkencave ishte shkalla e parë dhe doktoratura ishte shkalla e dytë, se dy tani janë fuzuar, të dy janë bërë njësoj. Dhe unë bashkë me doktor Berishën, kemi bërë jo 200 raste, se më tha, vaso, si që diti që tha. Vaso! Kemi 20 dele dhe duhet të bëjmë minimumi 5 ndërhyrje për një dele, të bëjmë 200. Regulli e di që bëjmë nga 10 dhe një dele nuk lëvizi. Se ta, po lëvizi delja, unë do bëjmë tamponat të zëmës, do më iki kateteri, do vejmë tjetër. Ylli Rakipi. Jo mua ti... E besoj se aji... Qa nuk ka bërë? Unë i kam bërë mirë punët. Unë i kam bërë mirë punët që në fillim. Pse? Po e përsëris, më lëni të bëj munges modestie, por që nga klasa e parë fillore, dhe sa vajta ku vajta në Europë, me sa tani jemi... Tani, nëse ju shkonin në parlament, do të bëjtë një pyetje unë dhe pastaj do të lejoj të tuash që do t'i thosh popullatës, edhe një herë këthe nga ekrani ynë,
por për para do bëj unë një pyetje para fundit, tele apo të fundit, dhe do ta mbyllim. Nëse ju shkoni në parlament fare shkurt, cili do të jetë një ligj që ju do të propozonit më njëherë? Që e shikoni si emergjent, nëse keni. Ligji që do të propozohet është të vendosim i tavolinë ligji i SKSH-s. E kujt? Rimbursimi. Rimbursimit. Po, patjetër. Okej. Ligji i rimbursimit, thotë Llajo, do të Ligji i rimbursimit jo vetëm për medikamentet, por për diagnostikën. Qartë. Tela fare shkurt, në qëfë se kënë pyetje fare shkurt, një pyetje. S'kemi po. Nëse mund të thuash, sa të kushton kjo fushat elektorale ty? Sa para do harxhosh gjithë këtë periudhë? Pyetje shumë e bukur që mua më shkon për shtat. Po. Që tjerë që të njihen, do të bëj fushat. Unë që fushat të bëj, kur Ylli Rakipi më godet, mua këtu bam, direkt unë jam një orë, jo sot. Falë. Në kohën e Covidit, dilin disa dhe flisnin. Në kohën e Covidit, unë kam, po të futen në YouTube, do shikoni që kam dhënë mbi 150 intervista, dhe në asnjë prej tyre nuk kanë qenë zëdhënës si qeverisë. Ju mjafton? Jo. Po pyes për këtë periudhë, pra këndi muaj do duhet të shkosh në çdo vend të takosh njerëz, vendosur stand-up marsh, foni me vetë. Na ka dhënë KQZ-ja një tavan shpenzimesh, të cilat duhet të jenë të gjitha deklaruara. Unë jam brenda atij kuadratimi, ndjem fare komod dhe jam kaq mirë që unë nuk ka nevojë të shpenzoj lek që të vetet e njerëzit dhe t'u them që mua më vlerësoni se ju ndihmoj financiarisht, po ju më vlerësoni për ofertën që kam dhënë në këtë kohë dhe do t'jap nesër si mjek. Po konkurrentët e tu brenda partisë nuk u duhet fare se çapin të tjerët. Nuk e di fare se ç'bëjnë të tjerët. Mes Zoti Llajo. Po. Zoti Vasil Llajo. Keni ju një mesazh për njerëzit, për popullin, për ata që do t'ju votojnë nesër. Çfarë do t'ju thoni ju atyre? Unë do t'ju them qytetarëve të mi që kjo është një sfidë e jetës time për ju. Dhe unë bashkë me ju do t'i çojmë gjitha premtimet që unë bëj sot këtu përpara 2 gazetarëve të talentuar dhe shumë të respektuar dhe do rikthejmë prap jo mbas 4 vjetëve, po mbas disa muajve, mbas 1 viti apo 2 vjetëve që të ballafaqohem me ato që unë premtoj sot, se nuk janë premtime personale, po janë premtime për qytetin tim, aty ku unë kam lindur, aty ku unë kam dashur dhe i dua njerëzit, aty ku themi më mëdhej që e toka kum kaler koka, kum njef dhe kur i thatë, e me radh. Pra, kjo është oferta ime për njerëzit. Prandaj them që dhe oferta ime nuk është vetëm për Sarandën, por që nga qarku i Vlorës, në gjitha bashkitë duke shkuar deri në Konispol, bashkinë e Finiqit dhe mbi të gjitha ai Bregdeti i bukur që duhet të bëhet kaq atraktiv që të jetë gjithmonë edhe më i mirë dhe më e pasur zona e Bregdetit, sepse kështu fenomeni dominos duke pasur një turizëm të mirë, një turizëm pasuror dhe të cilësor, do të kenë të gjitha bizneset e tjera punë dhe pse jo nesër do më vi dhe mua radha, por mbi të gjitha unë duhet të ballafaqohem nesër me ju për këto premtime që bëj dhe premtimet e mia janë për qytetin, jo për veten time. Dhe unë them, unë jam këtu me ju dhe për ju. Votoni Vasil Llajo. Të nderuar televizikues, ky është emisioni ynë për mbrëmjen e sotme, në ndarë në 2 pjesë. Në pjesën e parë ne kish folëm gjithësisht për problematikën e 6 milion eurove që do të paguhesh për avokatët që do të punojnë për heqjen e ngratës së Sali Berishës, studio e famshme që do të punoj për këtë punë. Në pjesën e dytë ne ishim me Vasil Llajo, kandidat i Partisë Socialiste për qarkun e Vlorës, folëm me të. Llajo, faleminderit shumë. Faleminderit. Urojmë që ti të fitosh the first but not the last. The first but not the last, of course, sigurisht. Sigurisht nuk është e fundit. Tela, faleminderit shumë, nderuar televizikues, do takohemi të enjten e ardhshme. Natën e mirë.